As që kjo pjesë pëse unë e dalë ose e vesh një minifond, nuk të regan aja mu në njeri mirë ose njeri keq. Po nëse ti dënë me vesh një minifond dhe qëto, kujna jep drejtën ty me të paragjiku pëse ti e ke vesh. Gjithmonë femnë në këshyrëm me do mos, me shkel me kom. Pse s'nalimi me këshyrë anën e meshkujve? Ka qenë një kod, një trend i meshkujve, falë shprej që ndresat ju kanë dokt, pi pantollave të gjanë. Pse nuk kanë dalë me kritiku meshkujt? Tash është një trend që veshëm ma ngusht se te edhe une. Po do më lukë, me gjithë burë se mirë, e më sish më të gjoj, rëqështo, ma mirë. Ja, une nuk e shatë, në tash dhe ma herët, une nuk e shatë atë pjesë që duhet me pa tjetër. Në asë një mënyrë. Edhe nuk duhet me ndodhë. Nuk e di pse është ajo tabuja të njerëz që sidomos femnën e ngacmojnë këtë pikë. Pse duhet me ngacmojnë? Femnën e ngacmojnë veshje, femnën e ngacmojnë status martesor. Pse? Pse duhet më konë gjithmonë në femna që na munomi me ullë? Qka do me thonë, ti munësh, a je e vesh komplet? Po. Që a të regan që e njeri mirë që kjo jo. Për mu jo, së të regan. As që kjo pjesë pëse unë e dalë ose e vesh një minifond, nuk të regan aja mu në njeri mirë ose njeri keq. Veshja nuk i të regan njeri të është i mirë ose i keq. Në më të kërkojnë djesë që mora shambull të te, ajo kjo është veç stili e zamër. Ti njëhësh rahat që shto, edhe veshësh që shto. është e drejtë e jotja. Po nëse ti dënë me vesh një minifond dhe qëto, kujna jep drejtën ty me të paragjiku pëse ti e ke vesh? Pse do të më konë gjithmonë femnë në këshyrëm me do mos, me shkel me kom. Pse s'nalimi me këshyrë anën e meshkujve? A me nënë që në qëtë pjesë ma shumë gjykojnë femnat se sa meshkujt, të na? Shumë, ma shumë. Ka qenë një kod, një trend i meshkujve, falë shprej që ndresat ju kanë dokt, pi pantollave të gjanë. Pse nuk kanë dalë me kritiku meshkujt? Pse kanë dalë me thonë, nuk do të me tu pa ty ndresa, pse pe vesh pantollën e gjanë. Tash është një trend që veshëm ma ngusht se te edhe une. Po ti prap nuk e kja drejt mi thonën, pse pe vesh? Unë zgudzoj me marë qa drejt për vetën tam. Sa është shumë qështje personale njerëzve që shë bojnë. Kri që ka moj me thonë, thëmë që na e kena rini ma të mirë në botë. Nuk kum pa me aqë onë sa këm dalë, rini ma të mirë në botë se na që e kena. Kështu që... Pa dalë mi lypa ato pjesë negative, se na jena të prirë me dalë mi pa dë raste negative, i harojna këto pozitive, të bojna tabu që ato, dhe me thonë që atje një rast nëse ndodhë, i shtina krejt me një... Me një thes. Me një thes. Po realiteti nuk është për qajo. A me nënë që e kena rujt hala qëtë pjesën tradicionale të familjes, këtë rrethin e ngusht familjarës, edhe gjonë familjarës, se na njihmi si popull që duhmi te për shumë me gjithë cilin antarë të familjes, a me nënë që jena të e majtë edhe rinia sa të hala qëtë pjesë? Po qone po nisna prej rrethit tem, njëri niset për rrethit vetë. One kome njoftë që ka lypi me njoftë, samër. Edhe kome pa që ka lypi me pa. Nëse në lype me pa njerës mirë, pa tjetër që kom i taku njerës të mirë. Nëse lype me pa njerës të keq, kom i taku njerës të keq. Saj për këtë pjesës do me thonë, a e kena, po e kena, se unë i kam nipat edhe mbesa që në shumë të ri. Nuk jenë gjenerat me mu. Hajde okej, gjenerata em, do me thonë e kam kujdesin për nërën tem edhe në shpinë me bajt. Po nipat e mi, mesat e mija, do me thonë që në gjenerat shumë të re. Prap e kanë qatë ndjesi. Unë për vetë njësa halë jam, thënë jam një katrom zingjirore ma largë, po kur kam nevoj, pa konë njëni afer dhe ku me di që kam më konë, me pas që ka punë të vetën, a i kam me lonë dhe kam më konë afer të anë. Me thonë, është kja, nuk është largu, dhe mështë të njëse me bata buna atë pjesën, veç gjonat e këqia. Jo, nuk janë gjonat e këqia. Ka edhe pirinis që me të vërtet janë shumë të mirë, janë shumë të shkollum, janë shumë të meqëm, janë shumë dashëm. Edhe shqyqër Zotit që i kena, edhe shqyqër Zotit që kanë arë që të kushte, që kjo avansem, edhe rinia jonë e ka që të avansem. E jo, për shamëll... Për dalim prej kohës për dalim prej kohës, kur kam qenë në fëmi, zamër. Qa kum pasë, dhe me thonë unë, kur kam qenë fëmi. Ka qenë një telefon në këtë lagjën. Feks, kërnale që ta tash ti dush minal, okej, pi du gjona tradicionale, ti pi do gjona tradicionale, pa pe dënë edhe qatë jetë. Gjonat e përpashma, pi dënë, dhe me thonë,
Bënë që atjetë, pra, leni telefon këtë lagjën. A mendon që gjeneratat e vjetra i pengon pak që kjo avancimi mos të thomi tepër, se nuk besoj që do të më qujt i tepër, pse gjithë secili prej fëmijëve ka një telefon ose ka qasje rrjete sociale me pa gjithçka. A mendon që gjeneratat pak më të vjetra i pengon që kjo? Edhe i duket sikur i kena harru këtu. Po kjo është e vërtet që është shqetësuese. Po mbrapa tani aty secili prind duhet me pas kujdesin te fëmiu kur është domethënë 9-18, ti duhesh me pas si prind të drejtë çka lejon fëmijën tanë me pa dhe çka nuk e lejon me pa. Aty domethënë faji shkon te prindi, qoftë nona, qoftë baba. Unë asnjëherë se dalloj prindin si prind. Të dytë duhet mi pas drejtat e barabarta për një fëmijë. Si nëse ja lejon një fëmijë së 10 vjeç me hi, me pa gjithçka, atëherë problemi është te ti, nuk është te fëmiu, saj nuk den. Po është kjo gjohë e mirë, është gjohë e mirë pse ti e ki, ti ka shkurtu rrugët. Po tjetra vish një gjohë që a mu më pengon, menoj që telefoni na ka ofru me njerës që i kena larg, e na ka largu pak me njerës që i kena afër. Një pjesë që tu nuk din me menaxhu. Kështu që ju kisha thonë gjithve, leni njerës, okej, merrnu me njerës që i keni larg, po çone kohën me njerës që i keni afër.